Pas 8 vitesh në detyrë, presidenti Barack Obama mbajti të shtunën edhe të fundit fjalim të përjafshëm drejtuar popullit amerikan, që në thelb të tij kishte mesazhin e unitetit. Presidenti në largim e shfrytëzoi këtë fjalim të fundit të përjafshëm në radio për të nënvizuar edhe një herë disa prej temave që ai ka pasur më përzemër gjatë qëndrimit në Shtëpinë e Bardhë. Every day I learned from you. Çdo ditë kam mësuar nga ju. Ju më bët një president më të mirë, një njeri më të mirë. Kam parë këto 8 vite mirësinë, bujarinë dhe shpresën e popullit amerikan. Kam parë fqinj që kujdeseshin për njëri tjetrin ndërsa ne shpëtonim ekonominë tonë nga kriza më e rëndë që kishim parë. Kam përqafuar të mbjetuar të kancerit që më në fund ka njohur sigurinë që ofron një sistem i përballueshëm i kujdesit shëndetësor. Kam parë komunitete që ringrihen nga rënojat dhe qytete si Bostoni që i tregojnë botës se asnjë terrorist nuk do ta thyejë shpirtin amerikan. Presidenti Obama shtoi se pavarësisht dallimeve dhe mosmarrëveshjeve në politik, amerikanët duhet i qëndrojnë fort parimeve që i bashkojnë ata. It falls on each of us to be guardians of our democracy. Secili nga ne duhet të jetë gardiani i demokracisë sonë dhe të përmbush misionin që na është dhënë, atë të përpjekjeve për ta bërë më të madh vendin tonë. Pavarësisht të gjithë dallimeve tona, ne ndajmë të njëjtin titull krenar, qytetar. Ka qenë deri më i madh në jetën time t'ju shërbeja ju si president. Donald Trump do të inaugurohet zyrtarisht si presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara më 20 janar në shkallët e Capitol Hillit, ku qindra e mirë e njerëz pritet të jenë të pranishëm.